Doja të flisja më shumë të këtë martesat fiktive. Po. Keni pas raste, keni dëgjuar se çfarë po ndodh me këto personazh, sa I sugjeron të rinjve apo shtetasve shqiptar që të bëjnë një gjë të tillë, sepse ç'është e vërteta unë kam dëgjuar që në New York ka zyra ligjore të cilat merren me këtë pjesë dhe I pajisin ose bëjnë martesa të tilla. Po. Unë Departamenti I Shtetit e kam lexuar disa herë në njoftimet që dërgojnë që keni kujdes ka martesat fiktive sepse nuk janë të rreshëm. A ka pas raste sepse unë kam dëgjuar edhe versione tjera që të rinjt kanë paguar një shumë caktuar parash ndaj një vajze për të martuar me letra dhe ajo është zhdukur. Dhe nuk kanë pas mundësi pastaj të bëjnë divorcin me atë që kanë bërë sepse nuk po e gjenë se ku është, se I kanë marrë paratë dhe është zhdukur. Po, so unë I kam shikuar këto shumë. Nuk mundem të tregoj, klientët, pa emra, po ka shumë raste që unë I kam shikuar me, më punën që bëj. Disa herë po, në qoftë se ka një njeri që është këtu edhe zhduket gruaja, akoma ti mundet të marrësh divorce, edhe në qoftë se ajo nuk gjehet. Ka procedurë këtu që ti mundet të bësh publication. Futet atje në newspaper, në gazet, edhe futet para se të vim te kjo pjesa për ndarjen, ai sugjeron të rinjve që të bëjnë një veprim të tillë, që të bëjnë martesa fiktive. Është një risk I madh që merret përsipër. Është shumë e rrezikshme dhe ti mund të futesh në burg tani shumë lehtë se në qoftë se ti ato e zbulojnë atë, nuk ti mund të bësh, deported. E kupton? Edhe nuk mundem të bëj asnjë gjë të ndihmoj ato njerëz. E kupton se në qoftë se është divorce është për shtetin, edhe unë kam licencën për shtet, po ICE edhe immigration është federal. E kupton? So ajo quhet avokatët nuk të bëjnë gjë, duhet marrësh pastaj avokat imigracioni. Prandaj duhet të marrësh avokat imigracioni dhe duhet të shkosh në gjyq që është në federal, jo këtu në shtet. So është më e vështirë. Pra më shumë I sugjeron që të krijojnë një lidhje, po themi të sinqertë ose dashurie dhe të martohen në rregull se sa të bëjnë martesa fiktive. Po.